Ju kërkoj ndjes nëse ju kam kërku votën për Edi Ramën. Por kë nuk e ka meritu, e nuk e meriton. Nuk e meriton votën e këtij populli. Nuk e ka meritu asherë, se nëse ka një teatar i Shqipërisë është Edi Rama. Nuk jam unë s'ju kam teatru, ja ku jam. Isha drejtori i përgjithshëm. Po kur këta kërkojnë që unë firmos dhe shkojnë në burg për ata, kam thonë ndërheqin. Nuk jam për tillë, nuk jam i korruptuar. Nuk jam me interesat e këtyre që duan me shit Shqipërinë, duan me coptu Shqipërinë. Unë jam për punë të ndershme, për meritokraci, për drejtësi, për lirinë e çdo njeriu të mbrojë pronën e vet. S'ka parti, ka dignitet, ka dashuri, ka vendlindje. Prandaj duhet ju dëgjoj që përtisni me zot lart. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar bashkë me Edi Ramën. Jep dorëheqjen Edi Rama. Rama jep dorëheqjen. Rama jep dorëheqjen. Rama jep dorëheqjen. Kjo nuk është reformë administrative. Kjo është reformë elektorale politike, ku në intereset banorëve të fusharësit. Edhe ekonomike, po ku në intereset banorëve të fusharësit.